Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike, duam të flasim për përfitimet ekonomike të vendit ton nga një mbledhje e rëndësishme që është zhvilluar në Rom në datën 13 nëntor, pikërisht mbledhja e përbashkët e dy qeverive, qeverisë italiane dhe qeverisë shqiptare. Për këtë duam të flasim me profesori asociuar doktor Klodian Muço, dekan i Fakultetit Ekonomik, Universiteti Zonja e Këshillit të Mirë në Tiranë, dhe njëkohësisht ekspert i njohur i ekonomisë. Profesor Muço, përshëndetje, faleminderit që pranuat. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Profesor Muço, cilat janë në gjykimin tuaj rezultatet e pritshme të kësaj mbledhje të parë mes dy qeverive italiane dhe shqiptare në Rom për thellimin e marrëdhënieve ekonomike mes Italisë dhe Shqipërisë? Shiko, ndër vite Italia ka qenë partneri jon kryesor, tregtar, politik, social, domethënë një ndër mbështetësit si tan kryesor për sa i përket procesit të integrimit. Po mbledhja e dy qeverive është një rast gati unik, mund ta themi, domethënë është një hap shumë i rëndësishëm për kredibilitetin që një vend, një partner ton i rëndësishëm perëndimor dhe një ndër, le të themi, partnerët kryesor të BE-s, një ndër shtetet kryesore të Bashkimit Evropian, vendosje të bëjë një bashkim, një takim kaq të rëndësishëm të një niveli kaq të rëndësishëm. Kështu që ne shikojmë me shumë pozitivitet, jo vetëm për intensifikimin e marrëdhënieve ekonomiko-tregtare dhe të investimeve ndërmjet dy vendeve, por shikoj edhe si një rritje të kredibilitetit të Shqipërisë drejt vendeve të tjera. Pra, dhe thjesht ideja që diskutohet, bëhet një mbledhje e tillë, diskutohet dhe shkruhet nëpër mediat huaja, kështu që edhe shumë investitorë të tjerë apo shumë faktorë të tjerë shikojnë me interes Shqipërinë apo shikojnë si një mundësi apo u tërheq vëmendjen kjo gjë. Kështu që shikojnë si një mundësi të artë, qoftë në procesin e integrimit për garancinë që jep, qoftë në procesin për thithjen e investimeve të huaja apo për ardhjen e investitorëve të huaj. Profesor Muço, në gjykimin tuaj, a mund të përbëjë kjo mbledhje e përbashkët që ju thatë është unikale vërtet, një moment kthese për orientimin e investimeve italiane në Shqipëri, që realisht është investitori kryesor real tek ne në ekonominë tonë, drejt sektorëve me vlerë të lartë? Ndër vite Italia ka qenë partneri jon kryesor edhe për sa i përket investimeve. Për te aspektit të vlerë dhe të raportit të studimit të fundit të publikuar nga Banka e Shqipërisë, ku e nxirrte ndër vite, domethënë stokun e investimeve komplesive në dy dekadat e fundit, të dilte që Italia nuk ishte në vend të parë, por që në fakt dilte Zvicra dhe Holanda, po për arsye të ndryshme në thelb, në qoftë se ne fillojmë dhe t'i zhveshim apo fillojmë shikojmë detaje investimet e huaja, del që Italia është partneri kryesor për sa i përket investimeve. Ajo që vjet që është risi në këtë situatë është fakti që u përfol le të themi për investime konkrete apo siç është linja interkoneksionit për pjesën e energjisë rinovueshme. Shqipëria në vitet e fundit kemi parë ka marrë një hovë të madh, jo vetëm investimet në sektorin e energjisë, në fotovoltaike, por për më tepër ka një kërkesë shumë të lartë. Sot të dhënat e fundit të raportit e ERES nxjerr që aktualisht 4% e energjisë së prodhuar në vend vjen nga fotovoltaikët dhe ka rreth domethënë mbi 600 kërkesa për ndërtimin e parqeve fotovoltaike. Se sa do realizohen, kjo është domethënë është për tu parë, por që në thelb ka një kërkesë shumë të lartë. Dhe një lidhje mundshme apo një tregtim i mundshëm i energjisë, jo vetëm në vendet e rajonit ku ne të gjithë i dim këto problematikat që janë të aspektit historik, kulturor dhe shumë të tjera, problemin nëse mund t'i quajmë apo ngërçet apo vështirësitë, Shqipëria, raportet Shqipëri, Serbi, Greqi, Maqedonia e Veriut, domethënë problematika që ndonjëherë nuk janë të tilla por që bëhen. Atëherë, domethënë një zgjidhje me Italinë dhe me gjithë tregun e Europës perëndimore do të ishte një mundësi e artë për Shqipërinë apo për të realizuar të gjitha këto kërkesa apo për të parë, domethënë si një opsion të ri. Kështu që e shikoj me shumë interes pjesën e një mase konkrete apo një marrëveshje konkrete për sa i përket sektorit të energjisë së rinovueshme. Sigurisht të gjitha në ato marrëveshje ja vlen të përmendet investimet e mundshme në sektorin e mbrojtjes, rishikimi apo rinxjerrja në pa e një vendi strategjik nga pikpamje gjeografike, por jo vetëm edhe teknike, siç është Pashalimani për kthimin e saj në një bazë për ndërtimin anije të tjera. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Por që kam përshtypjen kjo energjisë është me shumë interes përveç faktit që duhet kemi parasysh
Kapitulli 13, kapitulli 15, kapitulli 27 i integrimit, do me thënë që ne duhet të plotësojmë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian që tashmë janë hapur të gjitha. Lidhen shumë me mjedisin, me kapitullet e negociata lidhen shumë me mjedisin, me energjinë e pasër e të tjera, kështu që janë prioritet për vendin tonë. Aspekti tjetër po kaq i rëndësishëm është pjesa ulja kostës së ndërtimit të parqeve fotovoltaike, kështu që ulja kostës së prodhimit të energjisë në një farë mënyre në të ardhmen nga këto parqe fotovoltaike, diversifikimi gjeografik dhe i burimit të prodhimit të energjisë, si dhe midis të gjithave, është pjesa e faktit që Shqipëria do me thënë, dër vite e ka pasi strategji pjesën që të kthehet në një eksportues neto të energjisë, që ne shikojmë me shumë interes. Sigurisht pastaj logjistika mund të jetë një aspekt tjetër, po kaq i rëndësishëm që është shumë, le të themi, shumë praktike dhe sot për që mund të intensifikohet në të ardhmen shkëmbimet edhe më gjerë të mallrave që jo vetëm me destinacion Italinë apo në Asjeltas, por edhe për vendet e tjera të rajonit, pastaj arsime tjera. Ju përmendët vendet e tjera ndoshta dhe në rajon, profesor Muço, në gjykimin tuaj, dhe kjo është pyetja e fundit e bisedës tonë sot, kjo mbledhje përbashkëta mund të ndihmojë në forcimin e rolit të Shqipërisë si urë ekonomike mes investimeve italiane, ndikimit italian dhe Ballkanit Tyrk-Perëndimor, zonës ku jemi. U përmend në konferencën për shtyp të 2 kryeministrave edhe korridori 8, pra jo vetëm ai rrugor, po edhe me portet, me korridori energjetik, tregtia rajonare në tërësi. Në fillimin e pandemisë vure se Azia ishte një treg shumë i mirë për të prodhuar, por që nga ana tjetër distanca e largët e bën që një pjesë e mirë e kompanive jo vetëm italiane, po në nivel europian të shteteve zhvilluar të Bashkimit Evropian ta shikonin, le të themi, deri diku ndoshta me skepticizëm këtë distancën shumë të madhe dhe koha e gjatë për të sjellë malin nga pika A në pikën B, pjesa e rritjes së ndjeshme të kostove transportit e të tjerë. Kështu që shumë prej kompanive menduan pjesën e reshoring dhe shikonin vendet e tjera fqinje që mund të vendet që kishin afër që reduktonin distancën, siç mund të jetë rasti konkret Shqipëria që transporti kryhet për brenda 48 apo 72 orësh nga shumë vende, domethënë të Bashkimit Evropian. Dhe në një farë mënyre dër vitet, sidomos në 5 vitet e fundit, edhe për arsye të ndryshimeve të, le të themi, të politikave apo të strategjisë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shikohet me, le të themi, me interes nga anë e Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor. Për shumë, domethënë, për shumë arsye, jo vetëm ekonomike, por edhe faktorëve të tjerë. Në të tilla kushte, duke qenë që Shqipëria konsiderohet një vend me stabilitet makroekonomik, me stabilitet politik, domethënë përtej problematikave të vogla të caktuara, konsiderohet një vend me stabilitet të lartë. Ndryshe nga shumë vende të tjera të rajonit që kanë pas problematikat e tyre që lidhen me aspektin historik të tyre apo të vetë formimit të komuniteteve që jetojnë brenda këtyre shteteve. Kështu që Shqipëria shihet me optimizëm nga Italia, por ka përshtypjen edhe nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Kjo ndoshta është arsyeja që Shqipëria konsiderohet si një ndër vendet me hapjen më të shpejtë të gjithë kapitujve për integrimin në Bashkimin Evropian. Të gjithë i dim problematikat e Shqipërisë, por që, domethënë, kjo hapje e të gjithë kapitujve, ngele për të parë pasaj mbyllja, mund e shikoj domethënë me shumë optimizëm për, le të themi, për rëndësinë që i ka dhënë Bashkimi Evropian. Përveç kësaj, domethënë, takimi dypalësh të dy qeverive, Itali-Shqipëri që është rast unik, por edhe ardhje von der Leyenit para pak kohësh, domethënë në Shqipëri, në një mbledhje të zgjeruar të BE-s, tregon në një farë mënyrë rëndësinë që kanë vendet e Ballkanit Perëndimor për Bashkimin Evropian dhe Shqipëria specifikisht duke qenë që u zgjodh Tirana edhe për arsye të stabilitetit të plot, ndryshe nga Serbia që të gjithë e dim që ka problematika të caktuara të aspektit politik, por jo vetëm, apo Maqedonia e Veriut e të tjera. Kështu që në thelb unë shikoj me shumë interes që Shqipëria jo vetëm në raport me Italinë, por që Italia mund të shërbejë edhe si një ulise për që dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian, duke parë seriozitetin apo duke parë, le të themi, besimin që ka Italia te Shqipëria, mund të shërbej kjo edhe si një formë, domethënë si një kartë vizita apo si një garanci që edhe vendet të tjera të Bashkimit Evropian si Gjermania, Spanja, Franca e të tjerë ta shikojnë me interes Shqipërinë.
Profesor Muço, ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit juve edhe një. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim në takimet e ardhshme.